Pritjet e gjata në vendkalimin kufitar të Bllacës kanë shkaktuar revolt tek qytetarët. Ata që pyetën thanë se kanë pritur deri në 2 orë në kolonat nga Maqedonia për të hyrë në Kosovë. Ekipi televizionit 21 filmoi nga afër kolona deri në 2 kilometra të gjata, ku qytetarët shprehen nervozizëm. Në ditën e dytë të Fitër Bajramit, kur shumë qytetarë në të dy anët e kufirit kanë familje dhe vine shkojnë për fest, durimi i vjen fundit disa prej udhëtarëve të cilët zihen për radhë të makinave. Në ditën më të ngarkuar pothuajse të vitit janë vetëm 3 korsi të cilat punojnë këtu në kufirin e Bllacës, ndërkaq nervozizmi është shumë i madh i qytetarëve të cilët thonë se kanë pritur më tepër se 2 orë. Kolonave nuk ju shihet fundi andej në cep, ndërsa disa prej qytetarëve kanë gjetur një alternativë duke ardhur nga fshati i Bllacës dhe duke hyrë në mënyrë anësore, sikurse po shihen në video. Disa vendosen të kthehen nga kanë ardhur, e disa të tjerë janë mësy në këmbë për të kaluar kufirin. Pritje janë shumë të mërzitshme edhe shumë ne që mojmë pa lidhje, pa nevojë, më bën kjo pritje. Nuk e kuptojmë çka është qëllimi po. Edhe kjo është një maltretim i popullatës, edhe në këtë tonë edhe në aton po. Edhe kërkojmë që sa më shpejt të mundër ky maltretim të largohet pikë këtu po. Ka unë e di. Që një orë janë ato prit. Ku janë qeveria e re tash? Çka na premtuan? Do ta bëjmë on stop ku janë? Bosh, Renaveca. Mos rini boll me popullin. Ku janë vetë shqiptarët janë kjo gushp. Bardh vë turp. Shumë. Për gati një orë kanë prit këtu. Edhe s'ka kush janë shpitinë. Ja, bishë edhe buria po ja hinë edhe syn trasa këtu në kush janë. Kemi një gjysore që presim, nuk është në rregull, po shpresojmë prej nesër ajo one checkpoint se fillon ndoshta do të reduktohet pak pritja se shumica e banorëve të Shkupit ne kemi lidhje familjare. Unë personalisht jam nga Kaçani, ku kam këtë 3 familjen e kam Kaçani, edhe çdo herë duhet presmi ka gjysora ose më orë tëra për shku te familjarët. 5 javë më parë në vendkalimin kufitar të Bllacës u zhvillua takim dypalësh i ministrave të brendshëm Pançe Toshkovski dhe Xhelal Sveçla. Të pranishëm ishin edhe zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë Izet Megjiti dhe ambasadori i Kosovës në Maqedoninë e Veriut Florian Çehaja. Ata thanë se sistemi integruar i 2 pikave kufitare Bllac-Hani Elizit do të vihet në një sistem të përbashkët nga 1 prilli, ku kontrollet do të bëhen vetëm në hyrje të shteteve përkatëse. Sipas tyre, One Stop Shop pritet të zvogëlojë kohën e pritjes, të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve, mallrave dhe shërbimeve.